Është rikthyer sërish ngjarja e dhimbshme e humbjes të miturës Bleona Mata në vitin 2010 dhe tashmë ne po kalojmë, pra ka gati 15 vite, po kalojmë në vitin e 16 ku ende nuk është zbardhur kjo ngjarje kaq e rëndë, pra ku ka humbur jetën, më falni, ku nuk dihet fati se ku ndodhet e mitura, e cila mundet, jo mundet, por për kaq shumë kohë sa kanë kaluar, ajo tani duhet të ishte 21 vjeç. Kështu që kanë kaluar 15 vite të plota, po kalojmë në vitin e 16, sepse mos gaboj në maj të vitit 2010 humbi kontaktet me familjarët, pra me prindërit e saj, e mitura Bleona Mata. Ajo ishte duke luajtur me kuçorinë dhe bashkëmoshatarët e vet në një lëndinë dhe papritur u zhduk, pra humbi. Ne kemi nga ajo periudhë, pra nënën e saj, e cila e ka ndjekur dhe nëpërmjet televizioneve, pra ka bërë apel në emisione të ndryshme, pra ajo nuk i ka humbur kontaktet me media, por nga ana tjetër është e zhgënjur sepse thotë që kanë kaluar kaq shumë kohë, ndërkohë që kjo çështje akoma nuk është zbardhur. Dhe ç'është e vërteta, kanë kaluar 15 vite dhe ende ne nuk kemi një vendimarrje nga ana e organit të akuzës lidhur me humbjen e një të miture, e cila nuk i dihet fati, nëse ajo mundet të jetë trafikuar, pra trafikimi ka në disa dimensione apo qëllime. Trafikimi mund të realizohej për shkak të organeve të cilat i përdorin personat që kanë probleme me organe të ndryshme, fëmijë të ndryshëm, dhe është një biznes mjaft fitimprurës. Së dyti, rrëmbimi mund të jetë kryer edhe për shkaqe të cilat kanë të bëjnë me birësim jo në rrugë ligjore, por duke falsifikuar dokumentacionin edhe duke kryer një mekanizëm të tillë që ta bësh fëmijën pa procedurë ligjore, po në mënyrë të falsifikuar, dhe zakonisht këto metoda përdoren jashtë shtetit, pra në vende të tjera ku një hipotezë është që mund të jetë realizuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe trafikimi tjetër mund të jetë për shkaqe për qëllim shfrytëzimi, siç mund të jetë përlypje, pra në rrugët e Evropës, kryesisht në rrugët e Evropës perëndimore apo në vendet e zhvilluara, ku fëmijët përdoren që të mbledhin të ardhura në semafor apo në qendra tregtare dhe në rrugët e Evropës, dhe qëllimi tjetër i trafikimit mund të jetë edhe për arsye seksuale, që do të thotë të mitur, të cilët shfrytëzohen, abuzohen seksualisht nga njerëz të cilët kanë probleme psiqike, probleme mendore, por këto nuk përjashtojnë që të jenë edhe njerëz politikan të rangut të lartë, perëndimor, por edhe të pasur sheik, të cilët përdorin fëmijët, pra për të shfryrë epshet e tyre, pra kanë kënaqësi seksuale të çmendura, duke arritur edhe në abuzimet me fëmijët. Pra këto janë hipotezat për sa i përket trafikimit, që mund të jetë kjo qëllimi që pse mund të jetë trafikuar. Hipotezë tjetër ka lidhur me zhdukjen, pra mundet që ta ketë zhdukur dikush i cili është ndier i rrezikuar, sepse Bleona mund të ketë qenë e pranishme në një ngjarje të caktuar, siç mund të jetë në një marrëdhënie dashurore, dhe për të humbur në mënyrë që ajo mos të fliste, pra që mos të komunikonte, mos i thoshte dikujt, dhe zakonisht këto ndodhin në zonat e izoluara dhe në zonat rurale, ku në pamjet parë ata, pra banorët, qytetarët të cilët banojnë në këto zona, kanë nderin
Pra, nderin që do të thotë kur ka një marrëdhënie dashurore, ato e kanë shumë tradit nga ana formale, por natyrisht që ka edhe ngjarje të tilla dhe dyshohet që ndoshta një nga prindrit apo ndonjë afërm tjetër mundet që të ketë qenë Bleona aty prezent dhe për të shkak ato mundet ta kenë zhdukur, mundet ta kenë qelluar që mos të tregoj. Pra, ka shumë hipoteza të cilat mendoj organi akuzës i ka ngritur në momentin që hetohet një ngjarje. Pra, ngjarje të tilla janë shumë të rënda, por që pse humbet një fëmijë kur është duke luajtur me bashkëmoshtarët e tjerë dhe të tjerët nuk humbasin, që do thotë nuk shkojnë në shtëpi dhe kthehen, ndërkohë që kemi Bleonën e cila nuk gjendet. Pra, besoj që organi akuzës duhet që ta ketë shtrirë, le të themi në këto hipoteza, hetimin e tij. Mundet shkaqet e humbjes apo të zhdukjes së saj, mundet të jetë që edhe bashkëmoshtarët mes njëri tjetrit mundet që të jenë goditur, të jenë zënë dhe për mos të sjellë probleme, pra ajo mundet të ketë humbur edhe jetën. Pra, kështu që i takonte organit akuzës që ta shtrinte në këto plane dhe mos ta mbyllte çështjen, të arkivonte ai shpejt, sepse kemi të bëjmë me një fëmijë të mitur, pra me një jetë njeriu, me një qenie të pafajshme, dhe tjetra është shumë e rëndësishme që organi akuzës në momentin që merr kallëzime të tilla, në momentin që ndodhin ngjarje të tilla, duhet të shkojë menjëherë në vendin e ngjarjes me ekspertët e saj, të cilët të bëjnë ekzaminimin, qyrjen e vendit të ngjarjes, tabulatet telefonike të familjarëve, të afërmëve, të prindërve të fëmijëve. Avokat, në fakt, ka pasur akuza shumë të forta nga nëna e Bleona Matës, duke dyshuar shumë për organizimin e rrëmbimit, le të themi, në rast se është rrëmbyer, dhe gishti drejtohet edhe nga, po themi, babai i Bleona Matës. Përsa i përket kësaj akuze, natyrisht nga pistat që organi akuzës duhet që të hetonte, patjetër që duhet të ishte babai, pra prindrit janë të parët, dhe natyrisht nga ky hetim nuk i shpëton as nëna, pra e Bleonës, edhe pse ajo prezumohet e pafajshme dhe natyrisht që ne nuk e mendojmë që prindrit të zhdukin dhe të vrasin fëmijën e tyre, por në këto raste është një praktikë e cila prokuroria, organi akuzës kryen, sidomos me rrethin e afërt, në mënyrë që të shikojë mekanizmin dhe dinamikën se si ka ndodhur kjo ngjarje. Kështu që i takonte prokurorisë që ta zbulonte, pra të shtrinte pjesën e hetimit edhe në këtë rast. Dhe unë e kam shprehur dhe shpreh që kjo çështje duhet t'i takoj për kompetencë prokurorisë së posaçme, duke qenë se nuk kemi organin e akuzës që nuk e ka zbardhur çështjen, nuk e di nëse i ka kryer të gjitha veprimet hetimore apo jo, apo e ka neglizhuar këtë rast, ashtu sikurse neglizhohen shumica e rasteve të cilat ne përballemi, pra qytetarët përballen raste emergjente të cilat nuk presin kohë dhe duan një trajtim në kohë. Kjo vjen për shkak të profesionalizmit mediokër së pari, së dyti një lloj neglizhence, sepse raste të tilla nuk mendohet që mundet të rrëmbehet nga familjarët apo nga dikush tjetër i afër, dhe së treti mundet që të kemi organizatë kriminale e cila të jetë specializuar për rrëmbimin e fëmijëve në mënyrë që ta fëmijët t'i marrin dhe t'i përdorin për qëllime trafikimi. Dhe këto organizata
të cilat janë të specializuara, kanë një mekanizëm shumë të fortë sepse arrin që të korruptojnë policinë, ekspertët, prokurorinë, gjykatën, pra janë grupe të strukturuara kriminale. Dhe në këtë kuptim, duke qenë se kjo ngjarje ka kaq vite që nuk është zbardhur, unë mendoj që prokuroria duhet që ta marrë këtë çështje, qoftë kryesisht, qoftë edhe me një kallëzim penal nga ana e nënës, e cila është e interesuar dhe nuk ka lënë vend pra televizion pa e bërë mediatikisht dhe pa kërkuar bijën e saj, në mënyrë që kjo prokurori të bëjë të gjithë hetimet, fazat hetimore të cilat përcakton Kodi i Procedurës Penale. Pra hetim i gjithanshëm i një grupi të strukturuar kriminal i cili pa lënë mënjan edhe ato persona të cilat janë marrë me hetimin në momentin që ka ndodhur ngjarja, sepse duhet kemi parasysh që në momentin që ne na ndodh një ngjarje e caktuar, është shumë e rëndësishme që grupi hetimor që shkon në vendin e ngjarjes, se mund të jenë oficer policisë gjyqësore, ekspert të fushave të ndryshme, duke filluar nga balistik, nga eksperti i gjurmëve, ekspert varet se çfarë ngjarje ka ndodhur në raste të ndryshme, dhe në momentin që këta ekspert fshin gjurmët, heqin skenën e krimit, pra mundohen që mos të çojnë prova të dokumentuara në organin e akuzës, në prokurori, atëherë është shumë e vështirë për të zbardhur një ngjarje. Nuk merren në pyetje persona të cilët kanë qenë aty prezent, të cilët e kanë shoqëruar, pra janë një sër veprimesh hetimore, të cilat organi i akuzës i bën në respekt të Kodit të Procedurës Penale. Pra janë veprime hetimore strikte. Në momentin që këto neglizhohen që në fillesat e para, atëherë është shumë e vështirë për të humbur. Dhe këto bën qëllimisht, pra ose qëllimisht, që është një alternativë shumë e mundshme për shkaqe përfitimi ekonomik dhe financiar për të fshehur krimin, ose nga ana e neglizhencës në një lloj mediokriteti dhe jo profesionalizmi. Por në shumicën e rasteve ne i kemi për shkaqe sepse kanë interesa të ngushtë financiar, ekonomik dhe janë të paguar nga organizata kriminale.